Në kuadër të takimit të liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që po mbahet në Shkup për planin e rritjes së Bashkimit Evropian, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se Shqipëria asnjëherë më parë nuk ka qenë më afër BE-s në realizimin e aspiratave shekullore. Rama shtoi se të gjitha detyrimet do të përmbushen brenda afateve të përcaktuara së bashku me Komisionin Evropian. Sot jemi këtu për një tjetër ndalesë të rrugës përbashkët që lidhet me zbatimin e planit të ri të rritjes, një plan i cili po ecën si duhet dhe po na afron për të lidhur më shumë me Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë krenar sepse kemi praktikisht përmbushur deri tani të gjitha pikat për zbatim dhe vazhdojmë me pikat e tjera sipas kalendarit, kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosh. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përditshme pozitive në këtë drejtim. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në nisje të takimit tha se të gjitha bashkëpunimet me qeverinë e Maqedonisë së Veriut janë rezultati marrëveshjeve të përbashkëta që i kanë bërë me kryeministrin Hristijan Mickoski në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Me këtë rast ne kemi pasur një darkë paraprake në brëm, ku kemi diskutuar për planin e rritjes, por për mua çdo herë kënaqësi që të vi në Shkup, sidomos tash që kemi pikat e përbashkëta të kontrollit, edhe Hanza Elezit Blac, e cila me 12 prill u funksionalizua, edhe ajo në Globoqic Jashic, e cila me 28 maj si vjet u funksionalizua. Të gjitha këto janë rezultat i marrëveshjeve të përbashkëta që i kemi bërë me qeverinë Mickoski me datën 18 nëntor të vitit të kaluar në Prishtinë, në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive tonë. Gjithmonë kënaqësi të vi në Shkup, në këtë vend i cili është kryeqytet të një vendi antar i NATO-s, por gjithashtu edhe i një vendi që bashkërisht me të gjithë shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor aspiron të antarësohet në Bashkimin. Vendet e Ballkanit Perëndimor ndodhen në faza të ndryshme të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa plani i rritjes synon të përshpejtojë reformat dhe t'i përgatisë ato për antarësim. Nga fondi për 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i janë ndarë rreth 900 milion, një pjesë në formë granti dhe një pjesë në formë të kredive. Kosova nuk mundi të pranoj këto fonde pa e ratifikuar marrëveshjen për kredi në kuvend, që mund të pasojë pas konstituimit të kuvendit të ri. Shqipërisë janë ndarë 64.5 milion euro, prej të cilëve 30 milion janë si kredi për mbështetje të reformave dhe 34.5 milion euro do të ndahen përmes Fondit të Ballkanit për investime për infrastrukturë.